Pse gjithmonë mendon që paragjykohen vajzat që e vizitojnë Dubajin? Nuk, të them të drejtë, shpeshherë kam menduar këtë pyetje, këtë fjalë, nuk di ta definoj mirë sepse është keq definuar, sidomos kohëve të fundit, fjala feministe. Dikush e kupton ndryshe, dikush tjetër e kupton ndryshe. Unë kam dëshirë të them pikpamjen time. Unë jam femër, kështu që jam feministe, por kjo nuk do të thotë që ne kemi të gjitha të drejtat, ne duhet bëhemi të padurueshme ose të tjera të tjera. Unë mendoj që midis meshkujve dhe femrave nuk ka barazi. Ne jemi dy qenie të ndryshme që kemi detyrat tona në shoqëri dhe natyra të ndryshme, kështu që nuk mund të konkurrojmë me njëri tjetrin, por ne duhet të plotësojmë njëri tjetrin. A mendon që filtrat dhe botoksi janë bërë normë? Janë egzageruar pak kohëve të fundit, sidomos kur i dallon edhe vajzat që thosh, në filan vendi e bërti. Unë mendoj që është një gjetje shumë e bukur për të ndejemi pak më e freskët, në një moshë të dur edhe duhet ta ndihmojmë pak veten, sidomos ne që jemi në ekran, për të kuruar pak më shumë, për të dukur më bukur, por nuk duhet ta teprojmë. Pse gjithmonë mendon që paragjykohen vajzat që e vizitojnë Dubajin? Unë nuk kam hyrë asnjëherë në Dubaj. Nuk di të ta them. Por janë këto klishet që me padyshim ka arsye. Ku është, nuk them gjithmonë, ku ka zë, s'është pa gjë.